Imagjino këtë histori të Elionës nga Big Brother VIP Kosova. Një nën nuk arrin 3 herë ta marrë fëmijën nga shkolla. Jo sepse nuk e do, jo sepse e ka braktisur, por sepse jeta është stres, punë dhe frikë nga çdo gabim i vogël. Pastaj vjen një telefonat, jugendamt, dyshim, kontroll dhe një vendim që ndryshon gjithçka. Fëmia merret nga familja dhe më vonë merret edhe vëllai i saj. Kjo nuk është film, por realitet në Gjermani. Na është thënë gjithmonë se ndërhyrja ndodh vetëm në raste ekstreme, por këtu lind pyetja që dhemb. Çfarë quhet rrezik ku mungesa në shkollë bëhet arsye dhe një dyshim peshon më shumë se dashuria e prindit? Çdo vit dhjetëra mijëra fëmijë merren përkohësisht nga familjet e tyre jo vetëm për dhunë, por edhe për neglizhencë të dyshuar ose mbi ngarkesë prindërore. Dhe pyetja më e rëndë mbetet kjo. A mund ta zëvendësojë ndonjë institucion dashurinë e një nëne? A është siguria burokratike më e fortë se lidhja mes prindit dhe fëmijës? Sepse jeta këtu është me rregulla, letra dhe presion të vazhdueshëm dhe ndonjëherë një gabim i vetëm mund të kushtojë gjithçka. Nuk po them që fëmijët nuk duhet të mbrohen, por kush e mbron familjen nga sistemi dhe nëse kjo i ndodh një familje me baba dhe nën, çfarë sigurie kemi ne të tjerët? Çfarë mendon ti? Mbrojtje e fëmijëve apo kontroll i tepërt? A një ndonjë që i ka ndodhur diçka e ngjashme? Komento dhe shpërndaje sepse kjo temë nuk duhet të heshte.